Në një kodrin mbi Kukës, aty ku qyteti shtrihet si në pëllëm të dorës dhe horizonti zgjatet deri në majat e thepisura, takojmë një çift mjaft të veçantë. Erik dhe Chantel, 67 vjeçar nga Parisi, jetojnë një jetë që shumë e ëndërrojnë, udhtojnë dhe punojnë në të njëjtën kohë. Ata tregojnë për Report TV se janë të punësuar në një kompani franceze, ndërsa lëvizin nëpër male me kamperin e tyre, që është një herë shtëpi dhe zyrë, ku përfshihen si orëndit, ashtu edhe laptopi me internet, që u mundëson të punojnë online. Yes, it's the first time in Albania. Është hera jone e parë në Kukës, por e dyta në Shqipëri. Këtu do të qëndrojmë 2 ditë, ndërsa punojmë për kompaninë tonë në Francë. Njerëzit janë të mrekullueshëm, malet dhe dielli, çfarë mund të kërkosh më shumë? Na mjafton interneti për të lidhur me Francën dhe të punojmë nga këtu bashkë me gruan time. Udhëtimi i tyre ka nisur vite më parë, fillimisht nga dëshira për të parë Pragën, e mandej u zhndrua në mënyrë jetese. Malet për rreth janë tepër të bukura. Kur i sheh këto bukuri, ndihesh i impresionuar. Për Bregdetin shqiptar them se gjendet në rrezik pasi ka humbur identitetin e tij, ndërsa këtu në Kukës gjithçka është e vërtetë dhe autentike. Njerëzit janë gjithmonë të buzëqeshur, të gatshëm për të ndihmuar. Kudo që shkojmë na thonë mirë se erdhët, ka hapësirë për të marrë frymë, për të ndier natyrën, edhe pse malet nuk janë aq të larta sa në Francë, janë shumë më mbreslënse. Pas Kukësit, çifti do të udhtojë drejt malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ata janë të dashuruar me Ballkanin Perëndimor, veçanërisht me pjesët më pak të njohura të tij. Për mua, Kosova është më e rrafshët dhe nuk mund të shkojmë në veri për shkak të tensioneve me Serbinë. Nuk është shumë e rrezikshme, por është një situatë e ndërlikuar. Megjithatë, gjithë rajoni është magjik. Erik dhe Chantel vazhdojnë jetën e tyre midis udhëtimit, punës dhe dashurisë për natyrën dhe njihen me vende dhe kultura të reja. Shqipëria, thonë ata, është një nga vendet më të bukura që kanë parë ndonjëherë. Tout est magique chez vous. Po, gjithçka është magjike tek ju. Ju keni një vend të mrekullueshëm, ka disa hapësira ku mund të marrësh frymë lehtësisht, jo si atje tek ne në Paris. Ne punojmë nga pak kur udhëtojmë, por këtu është komplet tjetër gjë.